Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani arra në shtëpi dhe i konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Harroni sallatat dietike, mishin pa djam apo çajin jeshil. Me sa duket, çelësi i suksesit në misionin e të rënurit në peshë qëndron tek një grusht me arra. Studimet kanë zbuluar se një regjim ushqimor i pasur me arra dhe vaj ulliri është shumë i mirë për uljen e kolesterolit dhe është po aq efikas në rënien në peshë si një regjim i pasur në karbohidrate dhe në ushqime me pak yndyrë. Sipas ekspertëve, ky nuk është përfitimi i vetëm që arrat i ofrojnë organizmit. Arrat janë të pasura me yndyrna polio të pangopura të cilat bëjnë shumë mirë shëndetit të zemrës dhe gjithashtu ulin kolesterolin. Për të arritur në këtë konkluzion, studiuesit e mjekësisë të Universitetit të Kalifornisë analizuan të dhënat e plot 245 personave mbi peshë dhe obez. Pjesëmarrësit në studim ishin të moshave nga 22 deri në 72 vjeç. Ata ju nënshtruan 3 regjimeve të ndryshme ushqimore. Regjimi i parë ofronte pak karbohidrate dhe ushqime me një nivel të lartë yndyre. Regjimi i tretë ishte i pasur me arra dhe me nivel të ulët karbohidratesh. Ata që ndoqën këtë regjim konsumonin rreth 40 gram arra në ditë. Kjo sasi e barazvlefshme me një grusht të gjysmë arrash në arkun kohor të 6 muajve. Pjesëmarrësit që ndoqën regjimin me arra humbën njësoj peshë si grupet e tjera me dietë, ndërkohë përveç rënies në peshë, grupi i tretë pati edhe shumë përmirësime në nivelin e kolesterolit në krahasim me grupet e tjera. Kolesteroli i keq u ul ndjeshëm tek personat organizmi i të cilëve ishte më i prirur ndaj diabetit. Kjo nuk do të thotë se ju mund ta teproni me ushqimet me yndyrë. Vlerat shëndetësore të arrave. Sipas të dhënave, një regjim i pasur me arra ofron yndyrna të mira polio të pangopura. Në fakt, arrat janë të vetme që ofrojnë kryesisht këtë lloj yndyrash dhe acidin alfa-linolenik. Ky acid gjithashtu është një formë bimore e cila rrjedh nga acidet yndyrore omega 3. Ajo është thelbësore për funksionet e organizmit dhe të trurit. Duke qenë se trupi nuk arrin të prodhojë një acid të tillë, organizmi vuan nga mungesa e tij. Një studim i publikuar në revistën e Shoqatës Amerikane të Zemrës tregoi se njerëzit të cilët konsumonin arra kishin më pak kolesterol të lartë dhe gjithashtu, shkencëtarët e Harvardit rekomanduan zëvendësimin e yndyrave të ngopura me ato polio të pangopura për një jetë të gjatë dhe për një zemër më të shëndetshme. Arrat janë një ndër frutat më të shëndetshme për shëndetin e njeriut dhe mjekët e rekomandojnë atë pasi ata kanë zbuluar dobitë e saj. Ja arsyet pse ju duhet që të konsumoni arra çdo ditë. Ushqimi i trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë tek arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset të tjera. Arrat luftojnë depresionin, janë tepër ushqyese. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore dhe njëkohësisht omega 3, lecitin dhe yndyrna të shëndetshme, vitamina dhe minerale. Arrat gjithashtu përmbajnë edhe një sasi të lartë të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega 3 dhe omega 6 janë 2 acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe për parandalimin e sëmundjeve. Luftojnë kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve omega 3,
uli nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaj i arrave gjithashtu përmban biotin, vitaminën B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënjen dhe trajtojnë zbokthin. Arra ka edhe veti kundër mykut dhe mban larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitaminat B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Gjithashtu, sipas ekspertëve, arrat përmbajnë një kompleks të vitaminave B, si folate, riboflavin, tiamin e të tjerë. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë edhe shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë prurin e bebes. Luftojnë diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Kundër shëndoshjes, arrat përmbajnë proteina dhe fibra të cilët ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Arrat gjithashtu i bëjnë mirë kockave fal përmbajtjes së acideve omega 3. Për tretjen, meqense arrat janë të pasur në fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen si edhe lufton problemet me të. Përmirëson gjithashtu gjumin. Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin, i cili përgjigjet edhe për gjumin. Gjithashtu, gjëndra pineale në trup prodhon hormon i cili e kthen ushqimin e arrave në një snack të përkryer për përmirësimin e gjumit. Forcon gjithashtu imunitetin. Nga ana tjetër, arrat mbrojnë gjithashtu kundër ekzemës, psoriazës, azmës dhe artritit reumatoid, por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë gjithashtu acide të shëndetshme të cilat mbështesin sistemin imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave të këqija. Shëndetin e enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë çrregullimin e ritmit të rrahurave të zemrës, reduktojnë gjithashtu mpikset e gjakut dhe kanë një impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut, duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. Ushqimi i përditshëm me 75 gram arra mund të ndihmojë gjithashtu në të gjithë trupin tuaj, pasi vaji i arrës ka veti të shkëlqyera si astringent, ndihmon për ta mbajtur lëkurën tuaj të butë. Është përdorur me sukses si një ilaç në terapinë tradicionale të lëkurës me masazh, si edhe nga industria farmaceutike dhe ato kozmetike. Fruti i arrës si ushqim ka një përmbajtje të lartë kalorish dhe yndyrrash, prandaj ajo mund të konsiderohet si një ushqim super për njeriun dhe është e pasur në vitamina duke përfshirë B1, B2, B3, B5, B6 dhe acid folik. Ajo gjithashtu është e pasur në hekur, magnez, kalium, zink e të tjerë. Arrat konsiderohen si frut ose gjen përdorim në shumë receta të kuzhinës për përgatitjen e ushqimeve të ndryshme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!